Kamionet moderne kanë aq shumë sensore sa nëse të shtini pranë panelit të kontrollit, një drite paralajmëruese ndizet. Klasiket, nga ana tjetër, kërkojnë vetëm nafte dhe rrugë. Aktualisht, fuqia e vërtetë nuk matet në piksela, por në dekada shërbimit e pandërprerë. Sot, ne u bëjmë homaze vjetë legjendave amerikane që refuzojnë të dalin në pension. Qëndroni deri në pozicionin numër 1, sepse është giganti që ende poshtron çdo model të vitit në rrotullim. Le të fillojmë. Numri 10. White Freightliner, vitet 50-70. Imagjinoni autostradën amerikane në mes të shekullit të kaluar. Kamionët që qarkullojnë janë gjigant, të zhurmshëm, dhe shumica kanë atë kofano të gjatë që shtrihet drejt horizontit. Dhe papritur, shfaqet diçka ndryshe. Një siluetë shesht, katrore, me kabinën direkt mbi motor. Është White Freightliner, kabover i par excellence, i lindur nga një aleancë e fuqishme midis Freightliner dhe White Motor Company, dy gjigant të industrisë amerikane. Dizajni i tij me hund të shesht nuk ishte një tek estetike. Në ato vite, rregulloret e gjatësisë totale ishin strikte dhe pasja e kabinës mbi motor lejonte shkurtimin e kompletit dhe vendosjen e më shumë ngarkese në rimorkjo. Përveç kësaj, ai lehtësonte manovrat në zona urbane të ngushta dhe në kallatat e ngarkimit, ku një kamion me kofano të gjatë nuk mund as të hynte. Në atë kabinë katrore rrihte një zemër dizel Detroit, një 6 cilindër në linjë prej 12 litrash që jepte një fuqi modeste prej 230 kuaj fuqi, por me një rrotullim që tërhiqte çdo ngarkesë pa u djersitur. Tingulli ishte i papërpunuar, real, një rënkim mekanik konstant që fliste për etik pune, jo për heshtje digjitale. Nuk ishte elektronik, nuk ishte ekrane me prekje, nuk ishte sisteme kompjuterike që mund ta linin shoferin në rrugë. Kishte një motor, një transmision, disa akse dhe një rrugë të pafund përpara. Kabina ishte spartane, por mjaftueshëm e gjerë për udhëtime të gjata. Kishte erë grasoje, nafte, pruhuri rruge. Dhe për shoferët që jetonin në të, ajo ishte era e lirisë. Sot, 60 vjet më vonë, ende mund të shihni disa në ekspozita klasike, duke u ndezur me të njëjtin motor origjinal. Kjo nuk është nostalgji, është prova që ata u ndërtuan për të zgjatur. Numri 9. International Harvester Loadstar, 1962 prezent. Nëse ka një kamion që mund të mburret se ka bërë gjithçka, ai është International Harvester Loadstar. I lancuar në vitin 1962, ai u projektua me një mision shumë të qartë, të ishte kal pune për çdo punë të imagjinueshme. Dorëzim urban, bujësi rurale, përdorime industriale, shërbime komunale. Kudo që kishte peshë për të mbajtur dhe teren për të përshkuar, atu ishte Loadstar. Dhe më e mira nga të gjitha është se ai mund të ishte çdo gjë. Mund të ishte një kamion dërgjesash me kuti të mbyllur, mund të ishte një kamion me kosh për kantiere ndërtimi, mund të ishte një kamion zjarfikës me shkallët dhe sirenat e tij, mund të ishte një rimorkio drithi, mund të ishte madje edhe një autobus i verdh shkolle që dërgonte fëmijët në shkollë. Ishte si një thik zvicerane me rrota, gjithmonë gati, gjithmonë i aftë. Nën kofano mund të zgjidhje midis motorëve me benzinë ose naftë. Një nga më të njohurit ishte V8 me 345 inç kub, rreth 5.6 litra, i cili jepte rreth 180 kuaj fuqi dhe një rrotullim të fortë si shkëmbi. Ishte lloji i fuqisë që mund të ngjiste pjerësit me ngarkesë të plot pa u djersitur, pa protestuar, pa kërkuar një servis her pas here. Varësisht nga konfigurimi, ai mund të kishte lvizje me rrotat e pasme ose lvizje me 4 rrotat, dhe pezullimi i tij me susta flet ishte ndërtuar për të duruar ndëshkimin në rrugë të papasfaltuara, në shtigje balte, në terene që çdo kamion modern do t'i shmangte. Vizualisht, Loadstar kishte një sharm të veçantë. Fenere të rumbullakët, një skare përpar me robuste dhe atë ajër utilitar që thoshte "Unë jam bërë për të punuar". Kabina ishte e gjerë, paneli i kontrollit praktik, sediljet mjaftueshëm komode për udhëtime të gjata. Sot nuk është e rrallë të shohësh Loadstar duke punuar ende në ferma, ose duke transportuar dru zjarri në qytetet të vogla të Amerikës. Dhe nuk është sepse nuk ka opsione më të reja. Është sepse asnjë kamion modern nuk ofron atë nivel besueshmërie me një mirëmbajtje aq të thjeshtë. Loadstar mund të riparohej në hijen e një peme me 4 vegla bazë,
Dhe kjo, në botën e sotme, është një luks që nuk ka çmim. Numri 8. Diamond Rail. Vitet 50-70. Ka kamion që kalojnë pa u vënë re dhe ka kamion që nuk munden dot pa tërhequr vëmendjen. Diamond Rail bën pjesë padyshim në kategorinë e dytë. I lindur nga fuzioni midis dy emrave të mëdhenj, Diamond T dhe Rail, ky kamion fitoi pseudonimin tanku i autostradës. Dhe ishte për një arsye të mirë. Pamja e tij ishte katrore, robuste, me një skarë që dukej si një kështjell dhe fenere të veçuar që i jepnin një vështrim shpures. Në atë pamje brutale, fshihej një motor Cummins me 6 cilindra në linjë, me deri në 14 litra vëlim dhe më shumë se 350 kuaj fuqi. Rrotullimi ishte aq brutal sa mund të tërhiqte ngarkesa që do të bënin çdo kamion modern të dridhej. Dhe e bënte pa u ankuar, pa protestuar, pa pasur nevojë për një kompjuter që t'i tregonte se si ta bënte. Diamond Rail përdorej në të gjitha llojet e industrive: transport drithi, druri, qimentoje, pajisjesh të rënda. Dhe ajo që e bën vërtet të veçantë është se edhe sot, pa kamion modern mund të barazojnë qëndrueshmërinë e tij brutale. Të rinjt janë më të shpejtë, më të lehtë, më komodh, por ata janë gjithashtu më pak tolerant. Nëse një sensor dështon, nëse një kompjuter ngrin, kamioni modern ndalon. Diamond Rail jo. Diamond Rail hap kofanon, dëgjon se ku është problemi, merr një çelës dhe e rregullon pikërisht aty. Kjo është arsyeja pse shumë shofer veteran vazhdojnë të thonë: "Të rinj duken bukur, por nuk do të zgjasin kurrë si një Diamond Rail." Dhe nuk e kanë gabim, sepse jo çdo gjë e re është më e mirë. Donjëherë e vjetra është thjesht e përjetshme. Numri 7. Brockway 361. Vitet 50-70. Nëse ka një kamion që mund të mburret se është unik, ai është Brockway 361. I ndërtuar me dorë nga Brockway Motor Company në Cortland, New York, ky kamion nuk ishte produkt i një linje montimi. Ishte një vepër arti me rrota, e bërë me porosi për çdo klient. Kur dikush porosiste një Brockway, nuk merrte thjesht çfarëdo kamioni. Merrte një automjet të përshtatur për nevojat e tij specifike, të ndërtuar me një cilësi profesionale që nuk ekziston më. Shumica e 361 shave montonin motor Cummins me 6 cilindra në linjë, me deri në 13 litra vëlim dhe më shumë se 300 kuaj fuqi. Mjaftueshëm për të tërhequr ngarkesa të rënda nëpër terrenet më të komplikuara. Shasia ishte prej çeliku të përforcuar, pezulimi me susta flet ishte masiv dhe transmisioni manual kërkonte shofer që e dinin se çfarë po bënin. Vizualisht, 361 kishte një karakter të pagabueshëm. Një kofano katrore, një skare përparme me shufra të trash dhe fenere të dyfisht që e bënin të dallueshëm nga larg. Brenda, kabina ishte modeste por me klas. Detaje druri, instrumente analoge dhe ai rënkim mekanik që të thoshte se çdo gjë po funksiononte mirë. Këta kamion përdorshin për nxjerrjen e drurit, transportin e makinerive dhe punë të rënda urbane. Por ajo që e bënte vërtet të veçantë Brockwayn ishte jetëgjatësia e tij. Nuk ishte e rrallë që një 361 të grumbullonte 1 milion milje pa pasur nevojë për riparime të mëdha, diçka pothuajse e padëgjuar sot. Dhe kjo është pikërisht arsyeja pse ata modernët dështojnë. Kamionët e sotëm janë projektuar duke menduar për efikasitetin, për emetimet, për vjetërsimin e planifikuar. Komponent plastik, sensor që të aktivizojnë sistemet, përditësime softwaresh. Brockway nuk ishte nevojë për asnjë nga këto. Ishte i gjifi çelik, i gjifi muskull. Dhe sa më shumë tangisje, aq më i mirë bëhej. Kjo është arsyeja pse shoferët veteran thonë: nëse do të më duhej të zgjidhja një kamion për t'i besuar jetën në rrugë, do të zgjidhja një Brockway. Sepse me gjithë lukset e të modernëve, atyre ende u mungon ajo që kru klasik kishte me bollëk: shpirti. Numri 6. Autocar DC100. Vitet 50-70. Autocar DC100 nuk kërkon leje për të qenë në një listë si kjo. Ai e fiton vendin e tij vet. I ndërtuar nga Autocar Company në Shtetet e Bashkuara, ky kamion fitoi shpejt reputacionin e të qenit ai që nuk vdiste kurrë. Nuk ishte më i bukuri në rrugë. Disa e cuanin të shëmtuar, të tjerë e cuanin friksues. Por pa marrë parasysh se si e quaje, të gjithë pajtoheshin me një fjalë:
i besueshëm. DC-100 ishte bërë për të zgjatur, me një shasi masive qeliku, sallime të trasha dhe një sistem lëvizës aq të thjesht sa punonte si një orë mekanike. Në Nkofano, gjëja normale ishte të gjeje motor Cummins ose Detroit diesel me 6 cilindra në linjë, me deri në 14 litra dhe midis 300 dhe 400 kuaj fuci. Ata ishin të lidhur me transmisione manuale, shpesh me vjet ose më shumë shpejtësi, me pezullim me sustaflet dhe diferenciale të pasme me bllokim. Ky ishte një kal pune pa kompromise, i bërë për ngarkesa të rënda dhe udhëtime të pafundme. Pamja e tij ishte vendosmëri e pastër. Një pjesë e përparme e lartë, skar qeliku, fenere të futur brenda dhe një parakolp që dukej si një dasht dërmues. Nuk e dëgjoje vetëm këtë kamion duke ardhur. E ndjeje të drivej në tokë. Për dekada, DC-100 ishte i preferuari në transportin e qelikut, drurit, produkteve kimike dhe madje edhe në aplikime ushtarake. Nuk ishte luksos, por ofronte diçka që modernët nuk e kanë barazuar ende. Besim total. Kamionët e sotëm dalin nga fabrika plot me elektronik, sensor dhe diagnostikime që kërkojnë një kompjuter për t'u rregulluar. Nëse diçka shkon keq, duhet të tërhiqet me karoatrec. DC-100 me një qeles, një çekan dhe një palë duar të forta, zgjidhte 90% të problemeve në të njëjtin vend. Ishte i thjesht, robust dhe ishte bërë për të grumbulluar miliona milje pa u lëkundur. Kjo është arsyeja pse edhe sot ai festohet nga mekanikët dhe shoferët si simboli një epoke në të cilën kamionët ndërtoheshin për të zgjatur, jo për t'u zvendësuar çdo 5 vjet. Deri këtu kemi parë makinerim breselënese, kamion që ndërtuan Amerikën me rrotat e tyre. Por ata që po vinë janë elita e elitës. Janë ata që shoferët veteran i kujtojnë me lot në sy. Ata që koleksionistët i kërkojnë për vite me radhë. Dhe numri 1 është aq legjendar sa edhe sot, ku shfaqet në një rrugë, të gjithë modernët hapin krahun nga respekti. Numri 5. Western Star, 4900 vitet 70 prezent. Nëse White Freightliner ishte kamioni për masat, Western Star 4900 ishte kamioni për ata që donin diçka më shumë. Diçka që nuk gjendet në një shesh plot me njësi identike. Western Star ndërtohej me porosi, i përshtatur për nevojat e çdo klienti, si një kostum i qepur me mas. Dhe kjo vërehi në çdo detaj. Motori i tij ishte një Detroit V8 prej 14 litrash, që jepte më shumë se 400 kuaj fuci, një bish me një rënkin të thellë, që paralajmëronte fuqinë shumë kohë para se kamioni të shfaqej në horizont. Transmisioni ishte manual, me deri në 18 shpejtësi, sepse shoferët e Western Star nuk donin që një makinë të vendoste për ta. Ata donin të ndjenin çdo ndryshim marshi, çdo raport ingranazi, çdo moment në të cilin fuqia transmetohej te rrotat. Pezullimi ishte i përforcuar për të duruar ngarkesat më të rënda në terrenet më të vështira, qoftë në nxjerrjen e drurit në Oregon, në miniera në Colorado, ose në transportin e makinerive të rënda në përvend. Vizualisht, Western Star 4900 ishte një deklarat qëllimi. Kofano e gjatë, kabin katrore, krom kudo, shkarkime vertikale që ngriheshin si kolona fuqie. Dhe nga brenda, punime druri, sedilje lëkure dhe një nivel izolimi akustik që ishte dekada përpara kohës së tij. Shoferët që kanë pasur fatin ta ngasin, thonë se nuk ka asgjë si ai. Modernët janë të standardizuar, të prodhuar në mas, pa shpirt. Western Star ishte unik. Dhe madje edhe sot, shumë prej tyre që u prodhuan në vitet 70 dhe 80 vazhdojnë të punojnë, me motorin origjinal, me transmisionin origjinal, me të njëjtën prani imponuese si gjithmonë. Sepse Western Star 4900 nuk u projektua për t'u zëvendësuar. Ai u projektua për t'u trashëguar. Numri 4. Mack. 61, 1953 prezent. Kur flet për robustësinë në botën e transportit, ka një emër që urdhëron respekt mbi të gjithë të tjerët: Mack. Dhe brenda familjes Mack ka një model që mori famën e të qenit më i forti nga të gjithë, 61 shi. I lancuar në vitin 1953, ky kamion nuk ishte thjesht një model tjetër në historinë e gjatë të markës. Ishte një deklarat forcë, një mesazh për të gjithë industrinë se Mack nuk ishte aty për të luajtur.
Motori i tij ishte një 6 cilindër në linjë prej 11 litrash, i projektuar dhe intertuar tërësisht nga Mack. Ai jepte vetëm rreth 250 kuaj fuqi, një shifër modeste për standardet aktuale. Por ajo që kishte rëndësi nuk ishte fuqia maksimale, por rrotullimi. Ai motor kishte kapacitetin për të tërhequr çfarëdo që ishte, kudo që ishte, pa u ankuar, pa protestuar, pa kërkuar një servis. Transmisioni ishte një manual me 2 freksione, sepse në ato vite nuk kishte ndihma elektronike. Shoferi duhej të dinte se çfarë po bënte, duhej të ndjente momentin e saktë për të ndëruar marshin, duhej ta kuptonte makinën. Pezullimi ishte i përbërë nga susta flet masive, pa lëshime për komoditetin, sepse 61 shi nuk u bë për të lastuar askënd, u bë për të punuar. Vizualisht, 61 shi ishte i pagabueshëm. Ajo kofano e rumbullakosur, ajo skare lartë që dukej si një kështjell, dhe natyrisht, buldogu i famshëm i kromuar i montuar mbi kofano, duke parë përpara si një roje. Nuk ishte thjesht çfarëdo kamioni, ishte një simbol. Për dekada, 61 shi u përdor për gjithçka: transport qimentoje, kontejnerësh, lëndësh djegëse, druri, pajisjesh ushtarake. Dhe ajo që e bën vërtet të veçantë është se shumë prej tyre kanë kalluar gjysmë shekulli jetë pa pasur nevojë për një rikonstruksion të madh. 50 vjet duke punuar, 50 vjet pa u dorëzuar. 61 shi u mësoi të tjerëve se si bëhet, dhe madjeve sot kur njëri shfaqet në rrugë, modernët hapin krahun nga respekti. Numri 3. Kenworth. V900, 1961 prezent. Kur flasim për stil, për shpirt dhe për respekt në rrugë, ka një emër që hyn në bisedë me motorin që tashmë rënkon. Kenworth, V900. Që nga prezantimi i tij në vitin 1961, ky kamion u bë një ikone me njëhershme autostradave amerikane. Dhe deri në këtë ditë, ai vazhdon të konsiderohet si një nga të preferuarit në historinë e transportit. Kofano e tij e gjatë, shkarkimet e tij vertikale, qëndrimi i tij agresiv. V900 nuk ishte thjesht një kamion, ishte një deklarat. Ai përfaqësonte një kulturë, një stil jete, krenarinë të qenit pas timonit të diçkaje të fuqishme dhe reale. Në atë kofano të madhe, gjëja normale ishte të gjeje motor Caterpillar, Cummins ose Detroit diesel, pothuajse gjithmonë prej 15 litrash në një konfigurim me 6 cilindra në linjë, duke dhënë më shumë se 500 kuaj fuci dhe llojin e rrotullimit që mund të lëvizte malet, ose të paktën t'i mbante ato. Pezullimi me ajër jepte V900-it një lëvizje çuditërisht të butë për një bish të tillë. Dhe transmisioni manual me 18 shpejtësi e kthente çdo ndërim marshi në një përvojë prekse, një lidhje midis shoferit dhe makinës që është vështirë të përshkruhet me fjalë. Nga brenda, kabina e fjetjes ishte një niveli tjetër për kohën e saj. Punime druri, instrumente analoge, një krevat, ndarje magazinimi. Ishte si një apartament lëvizës. Izolimi akustik vetëm i bënte udhëtimet e gjata më të durueshme se kurrë. Ky kamion përdorej për të gjitha llojet e ngarkesave: mallra të thata, lëndë djegëse, makineri të rënda, ngarkesa të përmasave të mëdha. Dhe këtu është gjë interesante. Madje edhe modelet më të reja të V900-it përpiqen të ruajnë shpirtin e originalit. Por sado që përpiqen, ata nuk mund të riprodhojnë shpirtin e klasikut. Dhe kjo është diferenca kryesore. Kamionët modern mund të kenë asistent korsie, frenim automatik dhe kabina me një zyrë. Por klasiku V900 të jepte diçka tjetër. Krenari. Ti nuk vetëm qëngjisje, ti komandoje një makinë që kërkonte respekt. Shumë modern bëjnë gjithçka për ty, por duke bërë këtë, ata ta heqin gëzimin e të ngarit. Dubl V900 i dikurshëm kërkonte vëmendjen tënde, aftësinë tënde, kujdesin tënd. Dhe si kthim, ai të jepte performancë, besnikëri dhe një ndjenjë lirie që nuk mund të shkarkohet nga interneti. Numri 2. Peterbilt 359, 1967 prezent. Për shumë shofer dhe entuziast, Peterbilt 359 është thjesht kamioni më i bukur i ndërtuar ndonjëherë. Dhe nuk është një egzagerim, është një trashëgimi. I lancuar në vitin 1967,
ky model nuk përcaktoi vetëm një kapitull të ri në historinë e transportit amerikan. Ai u bë një ikonë kulturore me rrota. Ishte i pari Peterbilt që përdori një shasi alumini, më e lehtë dhe më rezistente, e aftë për të mbajtur më shumë. Por ajo që tërhiqte vërtet vëmendjen ishte dizajni i tij karakteristik me hundë të gjatë. Ajo, kofano e guximshme dhe katërore, skar prej kromi, shkarkimet vertikale dhe fenerët e dufisht. 359 nuk u ndërtua vetëm për të punuar, u ndërtua për të mbajtur mend. Sa i përket performancës, ku kamion nuk i binte rreth e rrotull. Shumica e njësive montonin motor Caterpillar ose Cummins me 6 cilindra në linjë, 15 litra vëllim, duke prodhuar rreth 450 kuaj fuqi. Ata ishin të lidhur me transmisione manuale me 18 shpejtësi që u jepnin shoferëve kontroll total mbi çdo milje. Interieri ishte një lloj mbresëlënës. Panele druri, instrumente analoge klasike, sedilje komode dhe izolim i shkëlqyer. Kjo kabin u ndërtua për komoditet në udhëtime të gjata. Nga bregu në breg, 359 ishte një pamje e zakonshme në epokën e artë të transportit. Dhe shpejt u bë i preferuar në filma, reklama dhe video muzikore. Jo sepse u përpoq, por sepse ishte kaq ikonik. Pse modernët nuk e kanë tejkaluar 359? Thjesht, sepse asnjë kamion tjetër nuk ka kombinuar stilin, performancën, thjeshtësinë mekanike dhe karizmën si ai. Kamionët e rinj mund të jenë më efikas, por shumë shoferë veteran thonë se ata kanë humbur shpirtin në proces. Me 359 ti nuk operoje vetëm një automjet. Ti ishe pjesë e makinës. Ti ndjeje çdo ndërim marshi, çdo pjersi, çdo kfes. Ai kërkonte aftësi, por të shpërblente me krenari. Ti nuk vetëm që e ngisje, ti e mbaje atë si një shenjë nderi. Dhe këtu është gjëja më befasuese. 359 vazhdon të jetë një nga kamionët më të restauruar dhe të personalizuar në botë. Ka njerëz që shpenzojnë më shumë se $100,000 për t'i kthyer këta klasik në gjendjen e tyre origjinale. Ky lloj përkushtimi vërteton një gjë: ku kamion vazhdon të jetë i pakalueshëm. Numri 1. Ford L T L 9000. Vitet 70-90. Arrim në maj, te kamioni që jo vetëm kryeson këtë listë, por ka fituar me meritën e tij titullin e mbretit të padiskutueshëm të rrugës amerikane. I lancuar në fund të viteve 70, Ford LTL 9000 ishte basti i Fordit për segmentin e punëve të rënda. Dhe nuk u desh shumë kohë për të demonstruar se nuk erdhi për të luajtur, erdhi për të dominuar. Kofano e tij ishte masive, dizajni i tij i pastër por imponues, qëndrimi i tij thjesht friksues. Kur një LTL 9000 shfaqej në pasqyrën e pasme, nuk ishte dushim, duhej të hapje kraun. Në atë Kofano, motorët ishin mostra autentik. Caterpillar 15 litra, Cummins Big Cam, të gjithë me më shumë se 500 kuaj fuqi dhe male me rrotulim, mjaftueshëm për të tërhequr çdo ngarkesë nëpër çdo terren. Pezullimi me ajër I jepte një lëvizje çuditërisht të butë, madje edhe me ngarkesa të rënda. Dhe kabina e zgjatur me vend fjetje ndihej më shumë si një dhomë lëvizse sesa si një kamion, me një krevat, magazinim dhe izolimin akustik më të mirë të kohës së tij. LTL 9000 u bë I preferuari I pronarve operatorve dhe I flotave të mëdha njësoj. Ai lëvizi drithra, lëndë djegëse, kontejner, pajisje bujësore, ngarkesa të përmasave të mëdha. Aty ku nevojitej forcë, shfaqej LTL ja gati. Tani vjen pyetja e madhe. Pse asnjë kamion modern nuk e ka tejkaluar me të vërtetë atë? Sepse LTL 9000 ofronte ekuilibrin perfekt midis forcës brutale, besueshmërisë, komoditetit dhe thjeshtësisë mekanike. Kamionët e sotëm janë më të lehtë dhe janë më të lidhur, por ata janë gjithashtu më të brisht, më të varur nga elektronika dhe shumë më të shtrenjtë për t'u mirëmbajtur. LTL 9000 ishte mjaft I thjeshtë për t'u riparuar në anë të një rruge me vegla bazë dhe ishte mjaftueshëm rezistent për të funksionuar për 20 vjet pa pasur nevojë të hapet motori. Ka raste të dokumentuara të LTL 9000 shave që kalojnë 1 milion milje me sistemin origjinal të lëvizjes të paprekur. Kjo nuk është nostalgji, është inxhinieri e bërë mirë. Por përtej performancës,
Ajo që diferenconte vërtet LTL 9000 ishte prania. Kamionët modern fillojnë të duken të gjithë njësoj, me kurbat e tyre aerodinamike, vedritat e tyre LED. LTL 9000 dallohej nga një milje larg. Nuk mund ta ngatëroje me asgjë tjetër. Ishte një kamion për shoferët që e merrnin seriozisht transportin, që e shihnin makinën e tyre si një partner, jo vetëm si një mjet. Dhe ajo lidhje, ai bashkim midis njeriut dhe makinës, është diçka që asnjë përparim teknologjik nuk mund ta riprodhojë. Kjo është arsyeja pse me gjithë vitet e kaluara, me gjithë inovacionet, Ford LTL 9000 vazhdon të jetë mbreti. Sepse nuk ishte thjesht një makinë, ishte një legjend. Dhe legjendat nuk detronizohen, ato kujtohen përgjithmonë. Pas këtij udhëtimi nëpër autostradën e historisë, është mjaft e qartë pse këta kamion klasik mbretërojnë ende suprem. Ata nuk ishin thjesht automjete, ishin mjete të provuara në betejë, shtëpi lvise dhe më e rëndësishmja, shok jete. Sot teknologjia ka sjellë më shumë komoditet, efikasitet dhe lehtësi. Por këta luftar të vjetër ende i tejkallojnë modernët në një fushë që paraja nuk mund ta blej: trashëgjimia dhe shpirti. Sepse një kamion modern mund të ketë asistent korsie, por kur nuk do të ketë rënkimin e një V8 që të ngre flokët përpjet. Mund të ketë frenim automatik, por kur nuk do të ketë atë lidhje që ndihet kur ke kaluar 1000 net në kabinë me të njëjtin motor. Mund të ketë ekrane digjitale, por kur nuk do të ketë erën e grasos dhe naftës që përshkon rrobat e një shoferi të vërtet. Tani na tregoni në komente cili nga këta klasik u avodhi zemrën. Kaboveri që nisi gjithçka, tanku i autostradës, artizani nga New Yorku, i forti i pathyeshëm, ai që kombinoi forcën dhe stilin, buldogu që u mësoi të tjerëve, ai me hund të gjatë, më i bukuri, apo mbreti i padiskutueshëm. Cili ju sjell kujtime të fëmijërisë suaj, të karrierës suaj, të familjes suaj? Le të ndajmë historinë nga shoferi te shoferi, nga entuziasti te entuziasti.